Lumi i Vërdovës vijon të mbetet një problem serioz dhe i kahershëm për bashkinë e Pogradecit, situatë e cila është përkeqësuar ndjeshëm gjatë ditëve të fundit. Në një deklaratë zyrtare, drejtori i emergjencave në bashkinë e Pogradecit, Nexmi Tora, bëri me dije se bashkia ka hartuar prej kohësh një projekt të plot për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi, por mungesa e fondeve e ka detyruar institucionin të kërkojë mbështetje nga qeveria dhe institucionet përkatëse, ndërsa projekti ndodhet ende në fazë aplikimi. Bashkia e Pogradecit ka kohë që ka hartuar një projekt të mirëfilltë për zgjidhjen e këtij problemi një herë mirë dhe kemi bërë dhe kërkesat përkatëse. Gjendja financiare e bashkisë me fondet e saj është e vogël dhe detyrimisht kemi kërkuar pranë qeverisë. Lumi i Vërdovës na shkakton goxha probleme si në toka bujqësore dhe në familje. Ne janë disa familje që kanë relatuar, na kanë marrë në telefon në numrat që ne kemi në dispozicion. Grupet e monitorimit dhe të evidentimit janë terren. Nuk mund të them për një numër saktë të dëmeve, por jemi në fazat e konstatimit. Tora theksoi se dëmet janë të dukshme si në tokat bujqësore ashtu edhe në banesa, ndërsa grupet e monitorimit ndodhen në teren pas ankesave të disa familjeve të prekura. Ai paralajmëroi gjithashtu për një rrezik serioz të mundshëm për shkak të pranisë së një shtylle të tensionit të lartë pranë zonës së përmbytur, duke kërkuar bashkëpunim urgjent mes bashkisë, ARSH-s dhe OSHE-s. Sipas autoriteteve, ndërhyrjet aktuale mbeten vetëm zgjidhje provizore, pasi situata vijon të jetë problematike dhe ekziston rreziku që rruga në këtë zonë të bllokohet në çdo moment.